Mirëmëngjes nderuar teleshikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24. Sot është e mërkurë, data shënon 1 prill 2026. Ju urojmë një muaj të mbar të gjithëve. Dielli sot ka lindur në orën 6:27 minuta, ndërkohë që do të perëndojë në orën 19:04 minuta. Ne do ta nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar më pas në pjesën e dytë me telefonata. Në pjesën e tretë do të jemi me këshilluesin e mjekësisë holistike zotin Nikola Andoni dhe në pjesën e katërt pas me motin dhe trafikun. Por fillimisht, si zakonisht e nisim me shtypin e ditës me gazetën Panorama. Drejtori i policisë: do pastrojmë radhët tona. Betimi i hitës për goditjet krimit dhe korrupsionit. Mesazhi: drejtimi i policisë shtetit hyn në një fazë të re me marrjen e detyrës nga Skënder Hita, i cili gjatë betimit dha mesazhe të forta për luftën pa kompromis kundër krimit dhe korrupsionit. Hita paralajmëroi një qasje të re duke vendosur në qendër luftën kundër korrupsionit, duke nisur nga vetë strukturat e policisë si dhe forcimin e rendit, transparencës dhe bashkëpunimin me publikun. Detajet nga betimi i kryepolicisë të ri, zotit Skënder Hita, e gjeni në faqen 7. Kryeartikulli i Panoramës: përplasja për Ballukun, Spiropali kritikon ashpër Ramën dhe modelin e drejtimit. Arroganca po bëhet norm, liria dhe meritokracia në rrezik. Nuk flisni se keni frikë nga pasojat. Ish ministria sulmon hapur Ramën. Debati po shtypet për rehatinë e pushtetit. Në faqen 2, materiali i plot. Tituj të tjerë: nuk tallem me qytetarët, braçe i vendosur për garën e Tiranës, s'është interes personal, por për ndryshim. Arben Malaj shpall kandidaturën për Bashkinë e Vlorës, reagon ish ministri. Në faqen 2. Abuzimet, kontrollet zbulojnë vilat në jug të Agasit, dyshohet se janë të Karçanajt. Në faqen 6. Në 6 qytete, kompensimi i pronave, ATP publikon listën e re. Në faqen 22 për gjithë ata që janë në pritje. Gjeni një pjesë të listës ditën e sotme. Rrëfimet, prilli i saj, si e njoha Margarita Xhepën, nga Enver Kushi, në faqet 14 dhe 15. I dërguari i Enverit në Greqi dhe fillimi i dyshimit ndaj çamëve. Vizita e Kerenxhit në Athinë. Një material mjaft interesant në faqet 16 dhe 17 gazetës Panorama ditës sotme. Shohim dhe hapësirën opinion. Ish ministri Ditmir Bushati sjell perdja e tymit, ndërkohë që sociologu Gzim Tushi vjen me ndërgjegje urbane dhe sociologjia e koshit plerave. Në faqen 19. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe shqiptare, gazeta Panorama. E gjeni në çdo pikë shitjet gazetave në vend. Ndërkohë ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, Shtrada e Telegraf. Shohim titujt kryesor të saj për këtë të mërkurë. Sjellja kriminale ndaj bujqësisë është më shumë se tradhti kombëtare. Analizë nga profesor doktor Lush Susaj. Për mendimin tim, administrata e korrupsionit dhe bujqësia po vdesin nga deropolitika. Fondet janë vjedhur, kanë ngelur vetëm dosjet fiktive që nuk vlejnë për asgjë. Ndaj heshtja ndaj korrupsionit me fondet e IPARD-it është krim me pasoja për bujqësinë. Ja ligji i pashkruar i 40% që po shkatroni investimet, bujqësinë dhe shtetin, ende ndodhin sjellje kriminale ndaj bujqësisë shqiptare edhe në kushtet e krizës globale. Është sjellje anti-shqiptare, moshartimi i VKM-s për financimin e bujqësisë dhe platformës së bashkëpunimit me financat. Në faqet 10 dhe 11, materiali i plot. Kryeartikulli i Telegraf: KPA ndikim palishëm dhe përdorim të logos dhe vulës zyrtare për interesa private. Denoncimi nga avokat Arben Langozi: ja manovrat se si antarët e KPA-s rezervojnë vende në apel përpara përfundimit mandatit të trupës së vettingut, ndërkohë që dosjet e qytetarëve nuk ka kush i gjykon dhe gjyqet zgjasin deri në 15 vjet. Firmtarët e skandalit janë firmosur nga Ina Rama, Sokol Çomo, Mimoza Tase Pano, Albana Shtylla dhe Natasha Mulaj. Audituesi Mamadhaj
kërkesa ambasadës së SBA-s, BE-s, KLG-s dhe Kuvendit të Shqipërisë për verifikimin e lishmërisë së anëtarëve të KPA-s dhe pezullimin e procesit deri në kryerjen e vettingut të tyre për falsifikim, lidhje me krimin dhe shërbimet sekrete. Avokati Karanja, Shqipëria pa sistem drejtësie. Në brëndësi, gjeni materialin e plot. Tituj të tjerë, kapitullon shteti, hakerat të rrëzojnë gjykatën e lartë, prokurorinë dhe autoritetin e sigurisë kibernetike që duhet të mbrojtë të dhënat e shqiptarëve. Skandali milionat e votimit, zgjedhje luksi në Shqipëri, KQZ-e Celibashit glabroi 3 miliard për një proces të kontestuar dhe paga patronazhistësh. Dosja e Akshit, BKH zbarkon në Palas, një gjen Mirlinda Karçanaj të Akshit, shtëpi luksoze, kontrole në vila të Ermal Beqirit. Në faqen 9. Partia Socialiste e Rama, PS fituese, i nis përgatitjet për zgjedhjet përpara të tjerëve. Garda e vjetër rrethon Partinë Socialiste pas braçës në Tiranë. Arben Malaj sinjalizon kandidimin për Bashkinë e Vlorës. Spiro Pali dhe Felaj mesazhe me kode pas përplasjeve në grup, ja intrigat. Aktualitet, në hijen e Albana Koqiut, emri i misjes bashkëshortit të zëvendës kryeministres del në dosjet antikrimit. Qente policisë han miliona policëve nuk ju jepen dietat ushqimore. Benet Beci drejt prangave pas aferës me tenderat, caktojnë gjyqtarët. Një thënie sakte e Harry Fulc për shqiptarët. Tani jam bindur plotësisht, ai që qeveris apo do ta qeveris këtë popull, mund të bëj me të çfarë të dojë, ti teket dhe mund t'i ri mbi qaf apo mbi kurriz shumë gjatë pa u shqetësuar. Në faqen 17. Ky ishte titulli i fundit nga faqja e parë e gazetës Telegraf për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e ditës, shohim titujt kryesor të saj për këtë të martë. Mërkur. Një komunist, një miliarder, debati që formson botën ku do të jetojnë fëmijët tanë. Nga çfarë do diktohet e ardhmja e një bote që po varet përditje më tepër nga teknologjia, nga ata që duan të shpëtojnë vetëm veten apo nga një vetdije kolektive që kërkon të shpëtojë shoqërinë në tërësi. Në faqen 2. Dita investigim, një familje, 2 poste kyçe, një komision, një byro dhe i njëjti mbiemër. Çështja Keta, babe birë kontrollojnë gjithë trupën hetimore të Shqipërisë. Një pozicionim në 2 pika nevralgjike që kontrollojnë jo vetëm dosjet, por edhe fatet profesionale të gjithë hetuesve të vendit, ngre pikpyetje të mëdha mbi integritetin e sistemit. Nuk është thjesht një rast nepotizmi, është një situatë ku institucioni mbi vendoset me familjen, duke krijuar një unas kontrolli që vështirë se mund quhet e pavarur. Në faqen 7. Botrori nuk do flase edhe shqip, një gol shuan ëndrrën historike. Kosova humbet përballë një Turqie cinike dhe të duruar. Komenti një sfide që u vulos nga një moment i vetëm, një skuadrë e re që deri pak vite më parë nuk ekzistonte në hartën e futbollit botror, arriti të jetë vetëm një hap larg Kupës Botës. Në faqen 24. Tituj të tjerë, përplasjet, një replik me autorin Bedalli për shkrimin mbi situatën në OVP-n e Lançit. Nderi dhe dinjiteti i OVP-s nuk janë në krizë, qëndrojnë në lartësinë e misionit që kërkon koha. Në brëndësi, nuk ka zhvillim pa mençuri ekonomike, nga Ylli Spahaj. Analizë, a ka dështuar lufta tarifore Trump? Rubrika e shëndetit. Pesticidi ndaluar në Bashkimin Evropian u gjend në shumicën e mostrave të vajit ullirit. Raporti i kontrollit lartë shtetit në 199 subjekte që operojnë në prodhim dhe tregtimin e vajit. Diabeti nuk godet vetëm zemrën dhe shikimin. Studimi i ri, përmbetjet e rrezikshme të Spitalit të Durrësit, raporti i KLSH-s,
Skënder Mingjozi, cili do të fitojë pari luftën, bordi i paqes apo bordi i transparencës? Distanca është e madhe, por rezultati është i ngjashëm, që të dy kanë dështuar të fitojnë betejën e tyre. Në faqen 2, materiali i plot. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Dita për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e gazetës Sot, shohim titujt kryesor të saj për këtë të mërkurë. Çfarë po ndodh brenda Selis Blu? Frok Çupi dhe Kreshnik Spahiu zbardhin prapaskenat e forta nga operacioni Fshesa. Ja pse Sali Berisha po godet armiqt brenda PD-s dhe surpriza e hidhur që e pret. Në faqen 8, materiali i plot. Elisa Spiropali i thyen heshtjen dhe u kthehet kolegëve socialistë që mohuan sherrin që kanë bërthyer Partinë Socialiste. I akuzon se kanë frikë nga Edi Rama të flasin. SPAK qep dosjen e Edi Ramës me prova përvoluese, pritet urdhri i Washingtonit dhe Brukselit për ta marrë të pandehur. Bashkimi Evropian përzë Shqipërinë nga negociatat për shkak të Belinda Ballukut. Edi Rama vë imunitetin e ish-zëvendës kryeministres mbi interesat e kombit. Europianët semafor të kuq për korrupsionin qeveritar. SPAK sfidon Edi Ramën, nxjerr 2 vila super luksoze në pronësi të Linda Karçanajt, ja dëshmitari që hapi kutinë e Pandorës për ish-drejtoreshën e Akshit. Si funksiononte skema korruptive në bashkëpunim me Ergyes Agasin dhe Ermal Beqirin. Rama skenar me Erion Braçen për të nxjerrë jashtë loje Manastirliun nga Bashkia e Tiranës, ja loja e kryeministrit për të mos kandiduar kandidaten e SPAK për në qeli që po hetohet për tenderat e shëndetësisë. Tituj të tjerë. Lorena Goxhobelli në panik nga dosjet e SPAK për aferat në kadastër, ka dhënë 3 herë dorëheqjen te Edi Rama. Kryeministri e ka refuzuar, ja çfarë po ndodh me hetimet për korrupsionin në kupolën e hipotekës. Drejtësia rrethon Edi Ramën pas SPAK, prokuroria e Tiranës i bllokon pasaportën dhe i vendos mas siguri e detyrim paraqitje biznesmenit që i ndërtoi shtëpinë në Surrel kryeministrit. Fermerët pa naftë, bujësia rrezikon të kthehet në kohën e Parmandës pas vendimit e Edi Ramës dhe bllokimit fondeve europiane nga grabitjet e Frida Krivcës. Njoftim nga data 1 prill 2026, çmimi i gazetës Sot do të jetë 50 lekë. Me këtë njoftim e mbyllim këtu edhe faqen e parë të gazetës Sot për ditën e sotme. Do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e përditshmes më të madhe sportive në vend, Panorama Sport. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Shqiptarët pa fat, botrori nga televizori. Kosova nuk ja del në Prishtinë, mundet 1-0 nga Turqia e Montelës. Edhe Shqipëria humbet ndaj Ukrainës në miqësore, për Silvinjon ndoshta ndeshja e fundit me kombëtaren Kuqezi. Artukoglu shuan ëndrrën e Dardanëve për një bilet në Amerikë. Atmosferë elektrizuese në Fadil Vokri. Play-offi botrorit, Bosnje-Itali, ditën e djeshme. Rezultati i përgjithshëm 1-1 pas penaltive, 4-1 në favor të bosnjakëve, eliminojnë Italinë dhe shkojnë në botrorin 2026 Amerikë, Meksik, Kanada. Çeki-Danimark 2-1, 2-2, 3-1 pas penaltive. Çekia kualifikohet për në botror. Kosovë-Turqi 0-1. Kualifikohen turqit dhe Suedi, Poloni 3-2 kualifikohen suedeze duke mundur rivalin e Shqipërisë në fazën e parë të play-offit. Edhe Polonia eliminohet pavarësisht se fitoi ndaj Shqipërisë në ndeshjen e parë të play-offit dhe na eliminuan. Suedia ka marrë hakun ton dhe shkon Suedia në botror. Detajet nga takimet e ditës djeshme i gjeni në faqe 2 deri në faqen 4. Tituj të tjerë, ish mes fushori Tafili analizon shkodranët, fundjava vendimtare për Kre. Të kuqt nga Vllaznia te Vllaznia, Partizani rigjen Kuqeblut.
Në Vlorë, flamurtari Tirana në provën e madhe, kush gabon, fundoset. Blut, Dinamo pret Final Four, 7 lojtarë drejt fundit të kontratës. Titujt të tjerë, feston Bosnja, Italia e ha turpin me buk 3 herë jashtë botërorit. 2018, 2022 dhe 2026, Azurët kanë mbetur jashtë botërorëve. Seria A, përplasje Napoli Lukaku, Big Rom braktis ekipin. Spanjë, Fermin, Sele Barqën as për 50 milion euro. Formula 1, Red Bulli në telashe, klauzola liron Verstappenin në faqen 15. Me këtë titull nga Formula 1 mbyllim këtu edhe faqen e parë të gazetës më të madhe sportive në vend Panorama Sport. Do t'i rikthehemi tani edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Drejtori i policisë: do pastrojmë radhët tona, betimi i hitës për goditjet krimit dhe korupcionit. Mesazhi: drejtimi i policisë shtetit hyn në një fazë të re me marrjen e detyrës nga Skënder Hita, i cili dje gjatë betimit dha mesazhe të forta për luftën pa kompromis kundër krimit dhe korupcionit. Hita paralajmëroi një qasje të re duke vendosur në qendër luftën kundër korupcionit, duke nisur nga vetë strukturat e policisë, si dhe forcimin e rendit, transparencës dhe bashkëpunimin me publikun. Detajet i gjeni në faqen 7 gazetës Panorama ditës sotme. Krye artikulli i Panoramës, përplasja për Ballukun, Spiro Pali kritikon ashpër Ramën dhe modelin e drejtimit. Arroganca po bëhet norm, liria dhe meritokracia në rrezik. Nuk flisni se keni frikë nga pasojat. Ish ministria sulmon hapur Ramën. Debati po shtypet për rehatinë e pushtetit. Në faqen 2 gjeni detajet. Nuk talem me qytetarët, braçe i vendosur për garën e Tiranës, s'është interes personal, por për ndryshim. Arben Mala i shpall kandidaturën për Bashkinë e Vlorës. Ende në pyetje, reagon ish ministri. Në faqen 2 gjeni detajet. Abuzimet, kontrollet zbulojnë vilat në jug të Agasit, dyshohet se janë të Karçanajt. Në 6 qytete kompensimi pronave, ATP publikon listën e re. Rrëfimet prilli i saj, si e njoha Margarita Xhepën. Një shkrim nga Enver Kushin, faqet 14 dhe 15. I dërguari i Enverit në Greqi dhe fillimi i dyshimit ndaj çamëve. Vizita e Kerengjit në Athinë. Një material shumë interesant, faqet 16 dhe 17. Shohim dhe hapësirën opinion, ish ministri Ditmir Bushati sjell perdje e tymit në faqet 18 dhe 19. Dhe në faqen 19 sociologu Gzim Tushi sjell ndërgjegje urbane dhe sociologjia e koshit të plerave. Ky është opinioni i fundit, njëkohësisht dhe titulli i fundit nga Gazeta Panorama për ditën e sotme. Gazetën më të madhe shqiptare e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend. Ndërkohë ne do të shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish pas pak me telefonatën në studio. Publicitet. Mirëmëngjes. Sërish, jemi në pjesën e dytë në hapësirën e telefonata, do të presim tani telefonatat tuaja. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkohen në këto momente dhe mirëmëngjes gjithashtu telefonata e parë për këtë muaj, 1 prill 2026. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Përshëndetje zotri. Martaneshi ju flet. Përshëndetje Martaneshi. Nderim dhe minjohje kombëtarëve tona, skuadrave tona, madhështive tona, që ulla e Dardanis, ulla e Shqipërisë në të ardhmen,
do të bëhen legjend, udhë e tyre, betejat e tyre, do të shkojnë drejt botrorit në të ardhmen. Suksese dhe jemi krenar që jemi shqiptar për këtë djem që kemi. Unë në Poloni kisha 2 krahët, 2 sytë e mi, kisha 2 djem të një që ndoqën ndeshjen. Ndërsa mbram kam kaluar, jam prekur thellë, po them 90 minuta kam qëndruar në këmbë. Në këmbë 90 minuta. Falenderit shumë djemve të Kosovës, djemve të Ardanis, që na krijuan nuk do të thotë gjë goli. Goli është një gjë e thjeshtë. Loja, digniteti, madhështia e tyre qëndron shumë lart, nderim dhe minjohje. Kam një mendim tjetër lidhje me misionin tonë dhe tuajin, që është një mision me shumë vlera. Po disa njerëz pa përgjegjshëm, po treguan të pavëmendshëm, po treguan të papërgjegjshëm, duke pasur një drejtues e misioni si ju. Nuk na mbetet gjë tjetër veç të shpreh mendimet tona. Je një gazetar, je një misionar që i jep përgjigjen gjithsesi, pra ne nuk duhet të bëjmë debate dhe të ulim vlerat tona. Pra, dje dëgjova një nga Rubiku, një njeri i nderuar në fjalët që dëgjojmë, por dje humbi shumë vlera, dje humbi shumë respekt nga opinioni, sepse nuk duhet zbriste në atë nivel ku zbret dikush, pra të ruajmë vlerat tona. Para të sakosh, pata dhe unë një përplasje para 2 vjetë dhe çdo gjë të shikojnë familje dhe i them djalit vogël. Kam bërë një gatim shumë të madh, kam bërë një faj. Çfarë më thamë? Unë ja tregova. Baba më tha, më dha një mësim për gjithë jetën. Ki kujdes se mbetjet janë një krijesë, janë krijuar vetëm për të bërë pis durët e pastra. Pra duhet jemi të kujdesshëm që të mos fusim durët me pisliqe që ne provokohemi, të ruajmë dignitetin tonë si njerëz, si shqiptar. Faleminderit, ditë e mirë. Shumë faleminderit për mesazhin, zotrit. Përshëndes. Turoj gjithë mirat. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë Urdhro. Më vjen dhe mua shumë keq që skuadra jonë e Kosovës humbi. Tani futboll është, çfarë do bëjmë? Po tani dua të flas pak për këtë ADF-n që do na marrë arsimin me koncesion. Paha. Arsimi, ne tani për momentin kemi një 70% analfabet funksional. Edhe arsimi është mbush tumnerës, do vi dhe ky t'i japi një të shtyme ta hedhë poshtë. Ndoshta zgjem për tjetën, As nuk bëjmë për arsimin, as nuk është bërë në emision, as nuk është bërë në dëgjes publike. Qa bëhet kështu ke ne kështu më? Tani ndoshta nuk vjen për tjetën shtymën, zotë. Arsimi, po kështu. Një pjatë sup do hamur, se një pjatë sup po e ham gjithë më, nuk po vdesim për bukë, po ama shikosh brezin e ri, nipat e mbesat tonë. Tani, me qa di unë, zonjë? 70% janë analfabet funksional, dhe një 15 vjeçar lexoj tekstin e klasës 2. Qa bëhet kështu ke ne, pa na pyet? Pastaj, dua të them dhe këtë se ndoshta se kap avokati, mund t'i bësh një pyetje? Ne qeverisim kemi avokat sot. Me VKM. Nuk qeverisemi as me kushtetut, as me ligje. Bë një VKM kryeministri atje, edhe, e kisha dosjen të plot në agjensinë e kthimit pronave dhe kur e ka marrë 2019, e pyeta juristin, qa mangësie që ishte kjo? Asnjë mangësi, sa po jo ndodhën ndryshimet kushtetuese, tha jo VKM, jo, si që i ka ky muhabet, që këto agjensit ligjit patuese, dhe prokan me VKM dhe jo me ligje. Dhe ajo nuk është ekuivalente me ligjin VKM-ja. Ka fuqinë e ligjit. Që prandaj ne kemi me të rrugëve. Shumicën e rasteve. Ndas me pronat, ndas me të gjitha. Ju në çfarë qyteti jeni, zonjë? Nice. Nuk kishim dot komunikim ndërsjellë me zonjën. Gjithsesi, për sa i përket organizatës që përmendët, nuk jam ndjeni të marrëdhënies fundit lidhur me arsimin, por për kualifikimin urban që kanë bënë qytete si Shkodra, Derati, ndoshta edhe Tirana, mos gaboj, ka qenë një punë e mirë. Gjithsesi, mirëmëngjes, përshëndetje zotëri. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po zotëri, urdhro. Dëgjova çik zoti kryeministër dje që foli për çështjen e naftës. Po. Ai foli për ata që kishin makina dhe mund të përpallojnë atë ngritje të çmimit të naftës. Po. Po nuk foli për pensionistët që marrin 90.000 lekë dhe marr 1 kilo domate ka vatur 3.000 lekë. I bie një pensionisti të marr 1 kilo domate ditën. Të marr 1 kilo domate 3.000 lekë, 30 ditë 90.000 lekë. Tani zotri,
ka mundësi të më thuash ti nëse do paguhet ujë, nëse do paguhet drita, nëse do paguhet qiraja, nëse do paguhet ilaqet, nëse do i paguaj. Ku vemi? A i bën hesap llogari ata që marrin nga 7-8-10 milion lekë në muaj. Nuk bën hesap shokët ta që marrin në 10.000 lekë. Edhe sot atje që nuk do vdesin për bukë. Do vdesin për bukë shumë shpejt. Do ka të ndishet populli shqiptar të hinë në Shkupirje, në kazanat në Shkupirje. Plera. Prandaj, ju lutem shumë, naftën, të bëj çfarë të doj me naftën, po të shikojnë çmimet e spotës. Për pensionistë. Po janë të lidhura o zotri, nëse ti ke çmimin e naftës lart, me çfarë do ta sjelli te dyqani apo ta sjelli me krah? Ku janë e kush janë? Mirë. Së shpeti të drejtori kryeministrisë dhe t'i futen në grefurie. I futen në grefurie para kryeministrisë dhe pas pensionistëve të futen studentët për gjyshrit e ture, për babalarët e ture dhe për xhaxhallarët e ture. Se ndryshe kjo qeveri s'ka për të bërë asnjë gjë për pensionistë. Në rregull zotri. Faleminderit për telefonatën. Të uroj gjithë mirat. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zotri, urdhro. Vje keq për dy profesorët shqiptarë që humbën ashtu pa hak. Iku kjo tash me Marsin ikën dhe këto. Shoqë për Marsin, shojnë para. Po mirë dieta mirë jemi se sukses quhet edhe kjo. Po, jemi mirë, nuk kemi askush. Deri finale. Kosova nuk luajti keq, jo, nuk luajti Dardan nuk luajtën keq pjesën e parë, luajtën mirë. Kosova ishte okay. Luajtën mirë, po pjesën e dytë ajo një gol, kupton një gol. Edhe i gol hyni nuk e di si. Këto ndeshje të mëdha zotri me episode caktohen dhe eksperjenca luan një rol shumë të rëndësishme. Po normal, se kanë eksperiencë, kanë normal. Nuk diskutohet. O do flas pak për punën e luftës që bëhet në lindjen e mesme valla. Po. I teket çifudi të atit e amerikanit, i teket me bërë luftë. Është emërtimi i gabuar i hebrejt, po. Po lama se hebrej janë, po ata janë njerëz, jo popull, them jo me popull. Po them që ai me të shejtani i botës i teket se do me bë Izraelin e madh, do me bë luftë, do me pushtu gjithë arabe. Po a mendon ky Trumpi që kjo luftë bllokon ekonominë e botës apo? Kjo bllokon ekonominë e botës, kjo është luftë koti, kjo luftë për me marr pasurinë, me vjedh pasurinë e tjetrit. Kjo luftë me hym në tokën e tjera me bë luftë. Dhe këti bombë atomike, i që dhe ti Izraelit, më se dhe Izraeli ka bombë atomike. Për shkon në Korenë e Veriut, më shkon bëjt, jemi komandat jeje. Se nuk shkon dit, se si kërko Kinës ose Rusit, se e kanë bombën atomike. Se që kërkon këty në dima, për shkon në gjithë se i teket Izraelit, se do me bo Izraelin e madhë. Po këta janë kriminele, ma, këta janë, për shko këj kriministë janë, shko takon kryeministin e Izrael. Imagjinoni se çfarë bë. Po ky do varë, ky s'është kryeminist. Po si shkon ti, se ne jemi gati 80%, 90% musliman në Shqipëri, shkon ti takon atë që ka vrarë një pleqe gra. Feja nuk ka lidhje në këtë mes. Por si është pas ka lidhje kjo? Feja them s'ka lidhje. Jo, po mirë pas se ke, po këta, po votat në për i merë, se janë gati 80% musliman. Se kena lënë votën me shku me taku kriminalin e botës. Okej, po ku nuk e djeva? Bravo i qoftë sa Spanjës, bravo i qoftë ai kryeministri, ai është kryeministri, ai bravo i qoftë. Mirë zotri, unë të falenderoj për telefonatën. Okej. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi.
Mirëmëngjes. Përshëndetje zotëri. Të falenderoj. Faleminderit juve për telefonatën, jepi drejtim. Është telefonata e dytë që flas me juve. Ju falenderoj për kulturën që keni, që nuk ndërhyni në bisedat me njerëzit. Faleminderit. Na thuaj lutem. Tani, problemi që shtrojnë qytetarët dhe që i natosen për çmimet e qytetit, më duket se këta nuk e kanë lexuar Marxin, që thot kapitalizmi është sistemi më i urryer i popujve sepse pasuron një pakicë dhe varfëron shumicën. Ta lexojnë akoma Marxin dhe ato që ka lënë në Hoxha dhe do mësojnë që të punojnë vetë dhe mos kërkojnë çdo gjë nga qeveria. Nuk merret qeveria me çmimin e domateve. E ka tregu i lira të punë, qeveria indekson çmimet dhe nuk merret me çmimin e domateve të preshit. Shqiptar, shtrojuni punës se nuk i bën çdo gjë qeveria. Qeveria u kuptua që në dhe dyshin kur në prani i Viqidolit erdhi e kapi drejtsinë dhe jo vetëm vodhi, por futi në sistem mosktimin e pasurisë vjedhur, që nga rruga e Kombit, derisa kapi drejtsinë e cila ka përfunduar 100% bashkë me berishizmin dhe pa u bërë drejtësia nuk ka shtet. Shtetin e bën drejtësia me ligje, me firme, me vull. Sot po sundos Aliu, pavarësisht është në pozit, ai drejton shtetin. Ka 13 vjetë zotëri që ka ikur Aliu. Sulmoi drejtorin e përgjithshëm të policisë, sikur t'ishte Zeni drejtori i përgjithshëm i policisë, ne do ishim futur në Evropë, ai duhet të bëj Zenin drejtor, Argitën duhet të bëj kryeministër, vetë duhet të bëj president dhe ditën e dytë Shqipëria është gati për të futur në Evropë që pas ti. Është armiku numër 1 i shqiptarëve dhe pro-rus dhe pro-serb dhe pro-grek. Ju faleminderit. Faleminderit zotëri për telefonatën. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, një muaj të mbarë, që dhe gjithë stafit mrekullueshëm. Faleminderit, urdhro. Sot është 1 prilli. Po. Është dita e klasës së degeneruar politike 35 vjeçare, njëkohësisht dhe një pjesë të mirë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Brukselit, që vazhdojnë bëjnë eksperimente 35 vjet me këtë popull. Që vjedhemi ne si popull dhe korruptohen një pjesë e mirë e ambasadorëve të pranishëm në Shqipëri. Jemi kthyer në një vend eksperimental. Flasim drejtësia. Drejtësia u zhbë që në fillim fare që në kohën e Zev Brozit. Në kupton? Që do të ndërhynte politika dhe e shkarkoi. Dhe pastaj jo kursi plepave, jo këta që kanë vënë miliarda. Tani, përsa i përket zgjedhjes së drejtorit të përgjithshëm policisë, unë i uroj suksese, por ama politika fut hundët tek policia klevi. Komisioni që u zgjodh për zgjedhjen e drejtorit policisë ishte komision politik. Zëvendësministërja e Ministrisë së Rendit, që se ka iden nga lidhët gomari politike, sekretari përgjithshëm politik, vetëm ai drejtuesi AMP-s, në vend që në komision të ishin për shembull nga prokuroria përgjithshme, nga SPAK-u, nga Akademia e Rendit, nga dekan fakultetit juridik. Kupton? Kështu që i përzgjedh politika dhe emri i tij u lakua si ka mundësi që më përpara nga gazetarët. Po. Më fal. Për sa i përket se ne kemi fitoi Gledis Nano gjithë ato paga kundra shtetit. Vetë zgjodhi, vetë e hoqi.
se lejnë policinë të vazhdojë detyrën e saj. Për sa i përket pensioneve. Shkurtimisht, po. Para 2 ditësh, kujtim Moxhën aty. Po. Ka administratë papërgjegjshme, 1 milion e saj njerëz vazhdojnë gjyqet për pension që kanë punuar një jetë të tërë. Më kupton? 1.400.000 ti ke libretën e punës me firmë me vull nga institucionet shtetërore dhe se njeh shteti shtetin. Nga qartë. Mirë, unë të falenderoj për telefonatën. Faleminderit edhe për shqetësimet që ngrite. Presimi tjetër telefonat, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje zotëri. Kërdullu një diçka, po i zburim tjetër i presër ishe ky që domatët i pasarit të liberisha, për netët. Do të thoja, Ka sabotuar. patronazhistin tim. Ke zbuluar, po tani e zbulove. Do ka e qik. Që brapa shumë, që shumë brapa. Urdhro. Edhe, jo, e zbulova, rëgustimi, jo se zbulova këletat, po e gjitha pushisa dhe takova, kam grënë, kam tima. Si ishte takimi dhe që? Ishe shumë historie, punonte në bashki, në Tiranë. Ishe këto gjelbrimi, edhe e mora me të mija dhe do të pysja për çaj u thojnë juve, edhe më tërgoni shkreti. Neve thot na thojnë që do të themi që të gjithë janë i kësaj. Po pse ja thojnë se po? Edhe e kanë shpjegu dhe se na që punojmë shumë vetë në shtetat, ka shumë kajta që janë me Rodën, me Partisë Socialiste, ato do votojnë gjithë dos doti. Kurse të tjerë që janë të elektorat gri, hutoni që i kështu, ta thonë, na me gjithë stoj për këtë votojnë, këtë votojnë, hajde s'po votoj fare. Domethënë, kjo është që na thonë për ditë do tonë edhe. Edhe e dyta thotë është që do të hapim lajmin që Sali Berisha do të ikë Sali Berisha, domethënë që sepse është më i forti, do të thashëm se është më i forti për momentin në opozitë, po dinë ai tjetër na kanë thënë, do sulmojmë atë tjetrin. Si çfarë planesh kishin, në rrugë habita, po shkreti mi tregoi sigurisht. Unë një pyetje kam tani. Po. Kush pagoi? Si kush pagoi? A the hëngrëmpim? Po, unë e pagova atë, atë tani po ti ta nderoje patronazhistin tënd. Ma i mirë atë, me ja. Ai tjetër krenar të thotë që di çfarë patronazhoj unë apo jo. Mirë zotëri. Faleminderit për telefonatën, presim në një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Odja mia. Përshëndetje zotëri. Mirë, presim dikë tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes zotëri. Ke vetëm 1 minutë kohë, po ta them paraprakisht. Jepi. Sot e morëm vesh që ta din për shakash ditë gënjeshtrave, inshallah marrë këtë muaj, se qeveria nuk ka ditë, ka 365 ditë që gënjen. Kurse populli për shaka e ka sot. Dua të merrem diçka që do të ketë dhe ju të tërheqi. Njerëzit që flasin këtu, qoftë pronali i këtij televizioni ka kosto, edhe gjithë për shumë është të Pelena, Qenë Shkodran, e kanë humur zërin, prandaj duhet i kesh, janë njerëzit e tu të interesosh dhe vetë ku janë ta njerëz, mos dodhin edhe të keqia, se kanë kosto me madhe sepse televizioni juaj Hysel Beliu Group e ka, do më thënë, ka kosto, ati u i dhezuan atë resortin e ti nga më të mirët në Adriatik, dhe nuk kemi marrë ndonjë përgjigje. Unë me gjithatë unë ka proposuar që a i të marit të djasën shqiptare se është njëri me shumë nivel. Çështja e resortit. Është në proces gjyqësor. Mirë në rregull. Kurse këtë pendense dhe këta tjerët ne i duam, duhet dini se edhe mund të sojnë gjëra, veç fëmijëve që krejnë probleme, po edhe me jetën. E dyta them me këtë terroristin. Shkurtimisht se do e mbyllim. Do quhet terrorist për pensionet, unë do të që kur dalë Kutimodja do hedhë në gjyqova. Ai vetëm me fjalën të pjeshëm, ai ka tremur të gjithë pensionistët. Po qëkë me realizim pensioni. Pensioni është nga 100% në 10 e merat. Dhe kështu do marrë
Qoftë të pushimet, qoftë të gjitha lutëm. Duhet ta mbyllim. Faleminderit për telefonatën. Më vjen keq që nuk e dëgjova dot deri në fund të argumentin e fundit dhe çfarë shqetësimi kishe. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, pas pak do të jemi me zotin Nikol Andoni. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë të emisionit në hapësirën e ekspertit. Kam deri në kënaqësinë që të kem në studio tani këshilluesin e mjekësisë holistike zotin Nikol Andoni. Përshëndetje zotin Andoni, mirë se erdhët sërish në studion tonë. Përshëndetje miq e dashur, kënaqësi veçantë që jemi live dhe përshëndesim teleshikuesit tuaj të nderuar, që për fat mirë janë të shumtë dhe shpresojmë që të ndihmojmë sadopak. Faleminderit. Tani sot do të flasim për drithrat. Për të dhënë një mesazh paraprak, ne japim vetëm një qasje të re, qasje holistike. Nuk është e thënë ose domosdoshme që duhet ti merrni si detyrim të gjitha këto qasje që japim këtu, për që në rregull edhe me institucionet mbikëqyrëse, që të jemi korrekt edhe me ta, do të përpiqemi të jemi sa më korrekt me linjën që duhet. Le të themi kështu. Ndje si e bëm këtë Nikola, po ti jemi tash nuk kemi çfarë të bëjmë. Do të flasim sot për drithrat. Tani mëngjesi tipik na është thënë që duhet ketë sa më shumë drithra që të nisim ditën me vitamin B, që është e fortifikuar në drithrat e shumta që jepen në mëngjes edhe fëmijëve etj gjitha kategorive. Çfarë mendoni ju zotin Doni dhe si është qasja holistike për drithrat? Faleminderit shumë miq i dashur. Nuk diskutohet që qëllimi ynë, ose të paktën qëllimi im, nuk është që të dalim të përflasemi me institucionet apo të kategorizojmë njerëz apo të dezinformojmë njerëz. Ne kemi një qasje, ose më saktë, unë kam thënë që në kryeterës, mjekësia holistike është mjekësi sa vetë jeta jeta jonë, e njeriu të përgjithshëm. Dhe është një qasje që e shikon shëndetin e njeriu 360 gradë dhe merret me rrënjët e problemeve, sepse ne po nuk shkuam tek shkaku real i sëmundjeve, i patologjive, nuk mund t'i zgjidhim dot. Dhe qasja jonë gjithmonë është në kërkim të shkaqeve. Dhe pastaj desh të flisim sot për drithrat. Po. Desh të flisim sot për drithrat sepse miq të dashur, nuk mund të ketë shëndet optimal në rast se drithrat do të jenë pjesë e ushqimit ton të përditshëm. Po pse? Çfarë janë drithrat tani? Drithrat janë një produkt që në jetën ton kanë hyrë shumë vonë. Mos të harrojmë se ne kemi histori prej të paktën 4.5 milion vjetësh të historisë moderne, të qenies së përgjithshme që jemi ne. Drithrat në jetën tonë kanë hyrë 8.000 vjetët e fundit. Dhe pastaj në rast se do të flasim për drithrat që neve kemi sot, janë drithrat të cilat kanë hyrë 100 vjetët e fundit. Nuk kanë asnjë lloj lidhje me drithrat që kanë pas ekzistuar dhe drithrat që kanë pas qenë në natyrë. Drithi normal ka 14 kromozome. Drithi, flasim, i egër, natyral. Të marr një shembull këtu, është një drith shumë antik që gjendet faktikisht në lartësitë Himalaje, që quhet Himalaje Tartari Bakuid, i cili nuk i është ndërhyrë gjenetikisht. Ka 14 kromozome. Drithi që ne përdorim sot ka 22 kromozome. Do me them, ndërhyrjet gjenetike që janë bërë, janë shtuar 3 herë kromozomet. Neve kemi 26 kromozome, njeriu, kjo qenie kaq e sofistikuar, ndërsa te drithrat kanë ndërhyrë në mënyrë të tillë, në transformimet gjenetike që i kanë shtuar të paktën 3 herë kromozomin. Dhe këto pastaj ndryshime nxisin ato që quhen mutogjeneza, do me thënë që ndikojnë në genet e njeriut. Dhe kjo është bërë me qëllimin
e mirë, ta themi edhe pak në thonjza, që të rrisin sasin për hektar të drithrave. Ndërhyrjet janë bërë për të qenë sa masive. Sa për të prodhuar sa më shumë, për të mbuluar atë urinë që bota vuante në uria, që në fakt si problemi kemi zgjidhur. Krizat e bukës përgjithsisht kështu janë zgjidhur. Krizat e bukës qoftë në nuk ka me uri. Gjatë shekullit 18, 19, 20, fillimi i shekullit 20. I kemi zgjidhur krizën e urisë, por në fakt kemi krijuar një shoqëri të smur. Sepse ndryshimet janë bërë në proteinat e drithrave. Të gjitha drithat, flasim me që të jemi të qartë, të gjitha drithat pa përjashtim. Mistri, elbi, gruri. Çdo drith, pa përjashtim të gjitha, tërshera dhe të gjitha, janë ndërhyrë tek proteinat. Dhe me famë që janë proteinat e drithat është ai që të gjithë e njohin tani si inflamatori, që është gluteni. Që në vetë gluteni ka pastaj dy proteina, njëra është gliadin, që ky është dhe problemi më i madh pasaj që shkakton atë që quhet sëmundja celiak, që ka të bëjë me dëmtimin e zorëve, por ama te drithat për shembull është edhe amilopektin 1 që quhet, që në fakt është ai e bardha, është ai sheqeri i drithrave. Sheqeri i drithrave që është shtuar shumë fish. Pra janë një serë komponentësh të drithrat që me ndërhyrje gjenetike që i kanë bërë, janë babai i të gjitha sëmundjeve që kemi sot. Për glutenin jo të gjitha drithrat kanë gluten. Misri nuk ka gluten. Këtu pastaj është edhe një keq informim apo një keq orientim, sepse përsëri është bërë një trend tani produktet me gluten free, që në fakt janë ekstraktuar, janë përpunuar dhe i kanë hequr glutenin, por ama kanë shtuar atë që është amilopektin 1, që thashun që është sheqeri i drithrave. Po Mistri nuk e ka glutenin fare, nuk e ka, po ka proteinat të tjera, përsëri inflamatore, por te këto produktet gluten free që kanë shitje, sasia e sheqerit është jashtëzakonshme, sepse është thjesht nisështe. Që nisështe janë vetvete çfarë është glukozë lidhur në seri. Dhe kjo pastaj ta çon në maksimum dhe me një shpejtësi të jashtëzakonshme sheqerin në gjak. Dhe sheqerin në gjak pastaj nxit prodhimin e insulinës, dhe prodhimi i insulinës pastaj shkakton rezistencën e insulinës, dhe duke shkaktuar rezistencën e insulinës, janë të gjitha sëmundjet pra metabolike që ne kemi sot, duke filluar që nga diabetit, duke filluar që sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet mentale e të gjitha. Po buka e bërë vetë tani, se ne kemi tradit, tani pa buk, pa qik buk nuk shtyhet. Kjo është e keqe, se ne ka futur në ca labirinthe kështu që është tradit që duhet të ham buk. Duhet të ham buk. Jo, jemi mësuar ne, sërse ndoshta tradit... Edhe nxitur dhe na keq informuar. Po nga varfëria ndoshta kemi pasur gjithmonë që... Edhe një arsye është... stomakun, gjithmonë... Ne kishim dhe për patatën si karbohidrat që është edhe bukë edhe gjellë. Jo, patatja shumë herë më mirë, zhardhokort janë shumë herë më të mirë, nuk kanë lidhje fare me drithat. Zhardhokort janë komplet tjetër gjë. Edhe nëse do të kishte një burim karbohidratesh, nëse do na duhej karbohidrate që nuk është e nevojshme se karbohidratet janë edhe ynyrat, atëherë zhardhokorti do të ishte një burim i mirë. Ndërsa drithrat pastaj të gjitha llojet janë të dëmshme për organizmin. Po buka e bër vetë. Buka e bër vetë dhe këtu është një problem tjetër. Kjo sourd bread që thonë, e fermentuar shumë, që është ajo pizza që xhonglojmë neve që e bëjmë sa më stik e brumi, nuk është e vërtetë se është e shëndetshme. Sepse ajo gluteni këtu është shumë herë me shtuar dhe është pikërisht ajo që i mban të lidhura proteinat që bën atë shtrirjen dhe nuk putet buka. Po mirë, po ka protein buka shumë mirë, çfarë problemi ka buka protein? Po proteina e bukës është inflamatore, sepse që ta përfithë organizmi proteinën duhet që të ndahet në aminoacide. Për fat keq proteinat e drithrave nuk ndahen dot në aminoacide. Nuk absorbohen dot, nuk përthithen dot. Nuk kemi enzimat neve që ta ndajmë në aminoacidet veçanta, por ndahen në peptide, do me thënë në grup aminoacidet që janë të papërthishme në organizmin ynë. Edhe jo vetëm ajo, pastaj këto peptidet venen na lidhin ca opiate që ne kemi në tru. Dhe çfarë na bëjnë? Bllokojnë receptorët dhe na krijojnë dhe varësi pastaj. Ne ham shumë dhe përsëri kërkojmë shumë.
Do me thënë hamë dhe prap jemi të pangopur dhe ndërkohë duke mos i përthithur organizmin, ne s'përfitojmë gjë, edhe përsëri duam shumë dhe dëmtojmë më shumë. Është një zinxhir që krijohet, do me thënë marrim ushqim, nuk e përthithim dot, ndërkohë që këto proteina janë inflamatore, dëmtojnë në mënyrë të veçantë zorët dhe në mënyrë të veçantë bëjnë atë që quhet penetrimin në zorë. Do me thënë dëmtimin e portave hyrëse të zorëve dhe këto janë dhe shkaku pastaj pse kemi sëmundjet autoimune. Në pjesën më të madhe të tyre, të gjithë këto sëmundje që quhen autoimune i detyrohen drithrave, sepse dëmtohen barrierat mbrojtëse. E duke dëmtuar barrierat mbrojtëse, na hyn në trupin ton ato që quhen lipopolisakaride. Do me thënë që janë përsëri këto proteinë e lidhur me yndyrë edhe me pjesë mbetish bakteresh të ndryshme që janë këto pasaj që na shkaktojnë sëmundjet kardiake, janë këto pasaj që na shkaktojnë dhe sëmundjet mentale të gjitha. Po pse buka që nga armiku? Drithi, kjo është e vërtetë, miki dashur, unë nuk kam dalë të them gënjeshtra. Absolutisht. Nuk kam dalë absolutisht të them edhe gjëra jo shkencore. Edhe nuk kam dalë pasaj as të bëhem të pëlqyeshëm të njerëzit. Unë kam dalë të them të vërteta, pavarësisht se sa u pëlqejnë njerëzve. Sepse tek e fundit ka boll të dalim për shëndetin, pse duhet dalë një mashtrues më tepër, nuk e kuptova. Nuk është kjo zgjedhja ime. Unë kam dalë, kam thënë gjëra që nuk shkojnë komplet kundër sens, në kuptimin, kam thënë edhe që a ka mundësi të mbylljen furrat e bukës, nuk e kam thënë për të bërë sensacion. Por për fat keq në tërë botën është futur kultura e brumrave masive. Ne mbajmë si produkt të shëndetshëm picën. Sipas mjekësisë holistike, ushqimi nga më inflamatorët që ekzistojnë quhet pica, sepse është lidhja e të gjitha gjërave aty brenda. Edhe një thirrje për ata që kanë që të gjithë gjërat e kësaj janë kaq shishme. Sepse kanë një marketing mbrapa, sepse ka dhe një biznes të fuqishëm mbrapa, sepse është edhe thjesht për to edhe si narrativ, edhe ndërkohë pastaj duhet kemi një gjë miq të mi. Nuk ka rëndësi të mbushim stomakun, nuk ka rëndësi çfarë ne fusim në stomak. Rëndësi ka çfarë përthith edhe përfton organizmi ynë. Dhe më thatë pak më parë për fortifikimin që i kam bërë drithrave. Po, dhe tërshëra për shembull rekomandohet edhe për fëmijët e vegjël. Po, kjo është që japin si vakte të para. Kjo është edhe më skandalozja. Pra, tërshër nuk e di si quhen ndryshe. Po kjo është lidhja e proteinave inflamatore që ne po themi, proteinave të drithit, proteina si gluteni, proteina si gliadina, se ndajmë pasaj se ka dy që po të hyjnë detaje, ndoshta nuk është interesante për njerëzit. Këto janë jashtëzakonisht inflamatore. Te këto musli pastaj është i fusin dhe sheqerin brenda, që janë edhe ai është i dëmshëm. Nuk mjafton që vetë drithi ka sheqer sa duash, i fusim dhe sheqer të shtuar për arsye se është i joshës edhe për fëmijët, është i joshës edhe për kado, dhe krijohet pastaj një lidhje që është një bombë atomike për shëndetin e njeriu. Dhe këtu ju lutem edhe për fëmijët që kanë hiperaktivitet dhe fëmijët me autizëm. Kush ka fëmijë të tillë, në mënyrë absolute duhet të ndërpresi drithrat. Në mënyrë absolute duhet të ndërpresi drithrat. Dhe është shumë e thjeshtë. Mundohuni të ndërpresni për një javë dhe të shikoni sjelljen e fëmijëve tuaj. Do të ndryshoj dita me natën në kuptimin e sjelljes. Të ndërpresim drithrat dhe sheqerin, sepse lidh neuronet e trurit. Ka dhe diçka tjetër pastaj. Kemi ca enzima ne të tretjes që kanë të bëjnë me pankreasin, që kanë të bëjnë me tempthin. Dhe një nga më të famshmet është enzimat e tretjes që prodhon pankreasi. Drithi e nxit e shtryth e dëmton pankreasin. Policistikajnis quhet enzima, e cila pastaj që kemi vënë re te fëmijët se diabeti tipit 1 për shembull është një sëmundje që zhvillohet në fëmijëritë e hershme dhe i detyrohet pikërisht drithit, sepse dëmton rend pankreasin. Dëmton rend pankreasin. Edhe është të mërshme pastaj diabeti tipit 1. Është diabeti që nuk hiqet më. Është diabeti që nuk kemi çfarë i bëjmë pastaj, që kanë futur pastaj dhe tek sëmundjet autoimune.
artritet që janë masive për shembull, ekskluzivisht janë produkti i përdorimit të drithave në ushqimin tonë. Të gjitha llojet e artriteve, ka shumë lloje artrite, dhe pikërisht për këtë, sepse çfarë thash, diku ne kemi mësuar që në zorët tona ne kemi qimethise. Sot nuk ekzistojnë më, sepse na janë dëmtuar qimethise pikërisht nga përdorimi i drithave në ushqimet tona. Edhe ndryshimi i drithave faktikisht masive është bërë në mesin e viteve të shekullit kaluar, domethënë 50-60. Dhe aty po të shikosh sëmundjet, të gjitha sëmundjet, sidomos sëmundjet metabolike, pastaj kanë arritur kulmin. Sot jemi në kushtet në Amerikë, sot ka zbritur autizmi në 1 në 23 fëmijë. Dikur para 50-70 vjetësh ka qenë 1 në 15.000 fëmijë. Ja, jo ai shumë, do është apo gjithsesi. Ky është e reja me fundit e thënë nga sekretari amerikan i shëndetit Kennedy. Nuk është dezinformim, por absolutisht. Në disa shtetet e Amerikës kemi zbritur në 22-23 fëmijë, në 22-23 fëmijë. Tani një pyetje kam unë, Niko, për të gjithë, besoj se e përfundove argumentin. Nuk mbaron kurrë, sepse këtu pastaj të themi diçka tjetër. Këto vitaminat që u fortifikuan nuk u bën kot, vitaminat B që u futën, edhe në mënyrë veçantë folatet. U futën sepse kishte mungesë masive të vitaminës B në popullsi. Por faktikisht ky fortifikim është edhe lloji i vitaminës B e cila nuk përthitet në organizmi, sepse është acid folik. Edhe duke mos përthithur pastaj bëhet toksin për organizmin, sepse në natyrë ekziston forma vetëm metilfolate, dhe kjo është forma të cilën neve pun të përthithim. I fortifikojmë drithat e përsëri, ai fortifikimi që bëhet e drithat është inflamator për organizmin, ndërmjet tjerave. Këtu pastaj nuk po flasim pastaj tek herbicidet që përdoret tek drithat, nuk po flasim për konservantët, të themi gjë natyrale që ka drithi që është acidi fitik. Acidi fitik lidh të gjitha mineralet me kërkesë pozitive. Mineralet me kërkesë pozitive kush janë? Është hekuri, është magnezi, është kalciumi, është zinku. Janë elementet bazë për funksionimin e organizmit njeriut dhe çfarë na bën? Ti mund marrësh një peshk, spaghetti me fruta deti për shembull, por nuk i përthith dot element ushqyes sepse acidi fitik nuk i le. I lidh dhe dalin jashtë me jashtëqitjen. Pra demi është shumë fish, nuk është vetëm se na dëmton zorët fizikisht e tjerat, por na lidh dhe elementet e vërtet ushqyes që mund të jenë në një ushqim që të përthithen në organizmi ynë. Edhe po hëngre buk nuk i përthith dot elementet e tjera? Po nuk i përthith sepse ka acidi fitik. Acidi fitik të detyrë ka, që acidi fitik është çdo pothuajse të çdo material bimor, sepse është një mekanizëm mbrojtës i bimëve. Për të vetruajtur dhe një nga ngrënësit e bimëve jemi dhe ne, siç janë gjithë ata gjitarët, për shembull. Nuk lejon që të përthithen këto lloj mineralesh. Edhe e rastishme është që jemi të gjithë me mungesë hekuri, jemi anemik për mungesën e hekurit, pikërisht pse drithat kanë acid fitik. Dhe problemet tiroide pastaj janë të lidhura dhe për drejti pastaj me drithrat, sepse ajo që është masive te tiroidi, për shembull, janë autoimune, që është Hashimoto, për shembull, që ka të bëjë me dëmtimin e zorëve. Ndërkohë pastaj duke qenë se acidi fitik nuk lejon as jodin të përthithet, kemi mungesë jodi. Ndaj kemi edhe probleme të tilla. Edhe neurotransmetitore, shumë gjëra të tjera, domethënë është një dëm masiv që na bëhet po të përdorim drithrat. Edhe një herë fiksojeni mirë, nuk ka rëndësi se çfarë ne konsumojmë, rëndësi ka çfarë përthithet përfton në organizmi ynë. Një produkt i cili në vetvete është inflamator e parepunës dhe që na pengon ne të përthithim elemente ushqyes të domosdoshëm për organizmin, si mund të themi që nuk rrim dot pa te? Edhe është një narrativ pastaj që harroni se mund të kemi një shëndet të përgjithshëm, optimal, nuk diskutohet në rast se ne përdorim drithra. Nuk diskutohet, s'po flasim këtu për fibrat e të gjitha, dhe ai integrali pastaj ka me shumicë acid fitik ndërmjet të tjerave. Integrali ka më shumë proteina. Se te integrali çfarë bëhet? Pra kjo buka integrale në këtë rast i bie që është natyrale se buka integrale i bie që të jetë pak më natyrale, por dhe thamë që në natyrë vetë drithi të dëmton.
Këtu konfuzioni ku bëhet me indeksin e glicemisë. Duke pasur më shumë proteina, nuk qohet shumë sheqeri. Por ama ka demenet e tjera, sepse në guackën e drithit, pastaj jesh me shumicë acidi fitik, janë taninat, ka shumë... Dhe bëhet me vështirë përthithje elementeve tjerë kur ham bukë integrale. Jo vetëm bëhet me vështirë për të përthithur, por janë dhe më të dëmshme se ka më shumë proteina, se demet e drithit janë proteinat më të mëdha se sa glukoza që ka drithi, që është ajo amilopektinuan që thamë, që çon indeksin e glicemisë. Do me thënë, buka e bardhë të vërtet ta çon sheqerin me shumicë, që është i dëmshëm, nuk diskutohet sepse çon dhe insulinën, ama të shpëton një pjesë të dëmeve që shkaktohen nga proteinat dhe nga acidi fitik. Kështu që nuk është e vërtet që është me shëndetshme buka integrale, përkundrazi është një lloj ose dhe më dëmshme se buka e bardhë. Edhe buka pastaj që thamë fermentuar përsëri është e dëmshme, një lloj. Të gjitha drithrat janë të dëmshme. Kjo është e vërtet e hidhur. Tani nëse duam të dëgjojmë pastaj gjëra që ne na pëlqejnë, mund t'ia fusim çfarë duash. Dakord jam, nuk është problem. Por ama nëse do të kemi shëndet, kjo është e vërteta e miku im dhe duam me këto informacione të ndërgjegjësojmë sa një çik. Edhe një pyetje të fundit tani. Një argument që unë e shoh kudo nëpër komente kur diskutoj tema të tilla është përse francezët, përse italianët nuk i gjen asgjë edhe pse han baget pafund, han pizza, makarona, çdo lloj gjëje me brum, me dritra dhe janë qiqër si kokremollës, janë të shëndetshëm, nisin madje ditën kështu me bagete, me ato çka u hedhin brenda. Faleminderit miku im. Kjo nuk është fare, po absolutisht e vërtetë. Unë kam parë dhe nga këta që predikojnë që japin këshilla shëndetësore dhe nuk e di ku bazohen me vëlla. I shikojnë nga jashtë sa të bukur janë. Po. Si kallop janë shumë mirë. Unë po vi nga Gjermania. Po ti pyesësh njerëz thonë gjermanët e di si janë apo jo, perfekt në shëndet. Jo zotëri. Nuk është absolutisht e vërtetë. Kisha rastin të flisja me një familje farmaciste, me 5-6 farmaciste dhe kur e pash farmacisten, një tuf me medikamente, zotëri. Një tuf me medikamente. Ama bukën janë zinte jetën. Nuk është absolutisht e vërtet që janë të shëndetshëm, mos u mashtroni me çfarë duket, se tjetër gjë çfarë duket, tjetër gjë si janë. Me shëndeti duket edhe në pamje të parë. Nuk gjen për fat keq. Nuk jo absolutisht, jo nuk është e vërtet. Fakti që shumica janë fiber edhe në pamje të jashtme në trup. Tjetër, pjesa lindore është me barë. Njerëzit diabetik përgjithsisht janë fiber, diabetet tip 1. Kjo s'do të thotë se janë të shëndetshëm. Dhe nuk gjen gjerman fatkeqësisht pasëmundje të artritit. Nuk gjen gjerman me kocka të shëndetshme fatkeqësisht që kanë ndikur nga afër. Nuk është e vërtetë që francezët janë të shëndetshëm. Thash, lerini pamjet nga jashtë. Të gjithë janë pa përjashtim me medikamente. Edhe ne ankojmë për mjekësinë këtu, mos më ankojmë për mjekësinë këtu, sepse nuk bën ndryshimi nga të tjerët. Gjithandej jemi një lloj. I kanë me më shumë medikamente për fat keq andej dhe thash, të veshur bukur me pak parfum më shumë, nuk do të thotë se janë të shëndetshëm. Sa gjatë janë pastaj është tjetër gjë. Nuk është e vërtet fare, edhe mënyra me keqe është ajo që bëjnë italianët nisja ditës me croissant. Që e më skandaloze që mund të ekzistojë. Brioche. Gjermanët për shembull fatkeqësisht e nisin ditën në bekeraj. Bekeraj janë furrë de buks. Nuk janë absolutisht të shëndetshëm dhe sidomos pastaj sëmundjet neurodegenerative, mendja në drejtim të paditur për fat keq, të gjithë me demencia, me pakta. Pastaj Alzheimer. Një minutë që kemi se më pëlqen të bëjmë kështu këto diskutime. Italia e Jugut, Sicilia, apo edhe vendet saktuara në Greqi, ishujt kryesisht, janë bashkë me Japonin, janë ndër vendet me jetëgjatësinë më të lartë në botë. Bëhet fjalë për Italinë, bëhet fjalë më shumë për Sardenjën, faktikisht edhe në Greqi bëhet fjalë për Kretën e të gjitha, por kjo ama i detyrohet ushqimit shumë të mirë, bazuar tek vaj ulliri, bazuar te perimet, bazuar te peshku, bazuar tek dielli që kanë me shumicë, bazuar tek deti, te mënyra jetesës. Ja minimizon dëmet. Për këtë arsye ata jetojnë më gjatë, por gjatë nuk do të thotë se janë më të shëndetshëm, flasë edhe shëndeti mental, përveç të tjerat, po, kështu duken qiqër. Tjetër gjë, komunikim, marrim qafë. Po, obez, Greqia është një nga vendet me obeziteti më të lartë, për shembull. Një obez nuk është shëndetshëm kurrë, mi këtë dashur. Për radha mund të tregojmë tër ditën, po një obez
hesh me diabet minimalisht, po pate diabet, dhe me the po pate rezistencë ndaj insulinës, i ke të gjitha pa përjashtim. Kështu që lere përshtypje, se ne jetojmë me përshtypje, me perceptimin. Tjetër gjë është realiteti, tjetër gjë perceptimi. Edhe një herë, miq të dashur, në rast se kërkoni shëndet optimal, nuk mund të ketë shëndet optimal pa me drithra në ushqimin tuaj. Të gjitha llojat e brumeve. Tani nuk po diskutoj tani nëse do të bënim një ëmbëlsirë për shembull me miell bajame. Patjetër, nuk flas për këtë. Miell bajame. Po patjetër, dhe nuk është se kushton shtrenjtë në botë, ka dhe forma të tjera që mund të për shembull, ku diun, miell arkokosi për shembull, mund ta bësh për shije një ëmbëlsirë të tillë me ëmbëlsus natyral, patjetër, nuk flasim për këto, ky është shëndetshëm, por ama me bazë drithi. Nuk ka shëndet optimal me drithrat brenda. Kjo është e vërtet e hidhur, por na duhet ta themi. Shumë faleminderit Nikola Ndoni, kemi vajtur 26 minuta pa kuptuar si gjithmonë diskutimet me ty. Faleminderit shumë për komunikimin tënd dhe për kontributin tënd vazhdueshëm. Faleminderit shumë mik i dashur dhe ju falenderoj. Ju falenderoj, kom thënë edhe herë tjera dhe komplimente nuk jam me komplimente të thjeshta. Faleminderit. Faleminderit shumë. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e 4 dhe të fundit do të shohim shkurtimisht motin dhe trafikun. Sot do të jemi pak a shumë në një situatë identike me ditën e dieshme për sa i përket vlerave të temperaturave, si në vlerat minimale, si në vlerat maksimale, por gjithashtu edhe për sa i përket vranësirave dhe intensitetit të shiut. Temperaturat edhe sot, e nisim nga Bajramçuri, vlerat minimale është 1 grad, vlera më e ulët e regjistruar në gjithë territorin e vendit dhe 5 grad vlera maksimale e regjistruar paktën në qytetin e Bajramçurit. Siç e shihni, jemi në kushtet e vlerave edhe maksimale të ulta në qytetet, sidomos në veri të vendit, por edhe në pjesën malore lindore të vendit. Kuksi është 5-8 grad, Peshkopia është 3-6, Shkodra është 9-13, Lezhë 7-12, Durrësi 8-13 dhe Tirana gjithashtu 8-13. Sot kemi edhe ndoshta një ulje në kryeqytet të temperaturës maksimale, teksa ditën e dieshme ishim në vlerën e 16 gradëve. Për sa i përket rreshjeve dhe intensitetit, Bajramçuri do të ketë vranësira dhe ndoshta rreshje më intensive se qytetet e tjera të sipërpërmendura, ndërkohë Kuksi, Peshkopia, Shkodra, Lezhë, Durrësi dhe Tirana do të kenë episode shiu dhe jo shi intensiv, rreshje intensive, ndoshta ndonjë moment me episod shiu prap, ndërkohë që gjatë gjithë ditës pritet që të kemi një mot me vranësira. Shohim edhe qytetet e tjera të vendit, paga shumë në të gjitha qytetet jemi në të njëjtat kushte. Elbasani është 7-14, Berati 7-14 gjithashtu, Fieri 8-14, Korça 3-7, Gjirokastra 7-13, Vlora 10-13, Saranda 11-14. Edhe në këto qytete jemi në të njëjtat kushte atmosferike, përveç Korçës, e cila mund të ketë rreshje shiu me intensitet pak më të lartë se qytetet e tjera. Në qytetet e tjera kemi vranësira, mot të dominuar nga vranësirat, por rreshjet e shiut ndoshta do të jenë inekzistente ose do të jenë shumë të ulta dhe të pakta. Me të njëjtën situatë atmosferike do të jemi edhe për ditët në vijim, të paktën për të enjten dhe të premten. Sot duhet tekstuar që kemi erë më shumë se dita e dieshme në gjithë territorin e vendit, ndërkohë që dita e nesërme do të jetë pak a shumë në të njëjtat kushte atmosferike, e premtja do të jetë madje me temperatura më të ulta, ndërkohë që behari, vera vjen të shtunën dhe të dielën që nis dhe pushimi i administratës. Data 4 është 21 gradë Celsius e shtuna, një përmirësim i jashtëzakonshëm i temperaturave. Kështu që bëni si bëni edhe këto 2 ditë, e enjte dhe premte, cilat do të jenë pak a shumë njëjtë si sot, për të përmirësuar dhe për të shijuar në pas fundjavën, e cila do të jetë fantastike për sa i përket motit. Shohim edhe trafikun, ky ishte parashikimi i motit, shohim trafikun kryeqytet. Sot kam një përshtypje që për shkak edhe të vranësirave të shumta ndoshta ka një intensitet më të lartë mjetesh, për shkak edhe të frikës ndoshta nga rreshjet e shiut. Shohim si parashitet situata realisht në këto momente në kryeqytet, e pas kam paragjykuar që nga më mirë se ç'pritej,
trafik kemi nga mbikalimi i Rinasit për të ardhur në Tiranë, tek ajo pjesa e segmenti ku futesh nga mbikalimi në autostradën Durrës-Tiranë në këtë rast, pak trafik aty, pas trafik kemi gjithashtu edhe në hyrjen e autostradës Tiranë-Durrës, por sa kalon mbikalimi i Kamzës, mjetet fillojnë të qarkullojnë më lirshëm. Trafiku fillon fakt pranë rrethit ish rrethit Shqiponja, për të vijuar në pas deri pasi kalon mbikalimin e Kamzës. Pjesa tjetër e qytetit duket shumë mirë sot që nga, nuk e dim çfarë ka ndodhur sot, që nga okej, ndoshta edhe pushimi semestral i shkollave ka ndikuar në mospatjen e trafikut. Jemi te fabrika e miellit, tek rreth rrotullimi, pak trafika nga kthesa e Ysberishtit deri tek rrethi i fabrikës miellit, pak, jo shumë. Ndërkohë krahun tjetër, pas kemi trafik, nuk mund të kishte ditë pa trafik fare. Kemi trafik në rrugën e Elbasanit nga Sauku, në drejtim të rrethit ekonomikut, kemi trafik plot, madje mund të themi që është bllokuar segmenti, normalisht vijon qarkullimi, por me një shpejtësi të ngadalt për shkak të fluksit madh të mjeteve. Nis që nga pallati i brigadave, gati e deri tek rrethi i ekonomikut. Kjo është pjesa e vetme me trafik me sa ditën e sotme, edhe rruga e Dibrës si zakonisht që ka trafik intensiv aty për shkak të semaforit. Pjesa tjetër duket okej, kështu që sot mund të lëvizni lehtësisht në kryeqytet, përveç ata që vinë nga juglindja, pjesa tjetër është okej. Ky ishte trafiku për ditën e sotme, dhe me trafikun e mbyllim këtu hapësirën koha për të zgjuar për ditën e sotme. Ne do të rikthehemi sërish nesër në orën 7:00. Deri atëherë, kaloni sa më bukur.